Mbrëmjen e së premtës, kryeministri në detyrë, njëherësh kryetari i lëvizjet vetëvendosje Albin Kurti, zhvilloi një takim elektoral në fshatin Rogov të Gjakovës. Para elektoratit të mbledhur në gjimnazin Aslan Berisha në Rogov, Kurti tha se njerëzit e lëvizjes vetëvendosje janë njerëz të urave nga Mitrovica në Rogov. Për një Gjakovë e cila e përparon vetveten e ja kthen vëmendjen Rogovës Hasit, një rajoni që ka kontribu aq shumë, jo veç për Gjakovën, po edhe për Mbarkusën. Ardiani, unë, Mimoza, Goni, Arbria, Gjona, të gjithë njerëz të vetëvendosjes, na jemi njerëz të urave. Pej atyne urave në Mitrovic, e dej të urave të I pranishëm ishte edhe kandidati për kryetar të Gjakovës, Ardian Gola, I cili kërkoi që bashkë me qytetarët t'i japin fund qeverisjes aktuale. Të dalim në votim, të dielen me datën 9, ashtu që t'i japin fund një qeverisje e cila është në shërbim të vetvetes dhe nuk është në shërbim të qytetarëve. Ky është dyshimi që ne duam më bë. Ndërkaq kryetari I lëvizjes vetëvendosje qendra në Gjakova, Gon Batusha, tha se Rugova meriton më ndryshe, prandaj zgjedhja është në duart e juaja. Krejt kush jemi, djem e burra vajza gra, dorë për dorë, krejt Rugova, krejt Damjani, Lipoveci, Godeni, Gerqina, Bishtazhini, komplet Haski, në kutim vëndimi, njësë në plekin, Ardian Gola, kryetar I komunës Gjakovës. Mes tjerash, në këtë takim elektoral u premtua se me lëvizjen vetëvendosje, komuna e Gjakovës do të ketë zhvillim dhe një perspektiv tjetër për të gjithë banorët e saj.